Fundjava pritet të jetë dinamike sa i përket kushtave të motit. Sipas meteorologëve, vranësira do të shtohen pas mesditës së të shtunës, duke bërë që prezente të jenë edhe rreshtet e shiut, sidomos të dielën. Parashikohet në fakt që vranësirat jenë prezente në pjesën e dytë të shtunës, ku në zonat veriperëndimore dhe disa zona në qendër përfshirë Tiranë, Elbasan, Librasht të ketë edhe momente të pakta me, le të themi, me pika shiu. Dita e diel që nga mesdita dhe në vijim do të sjellë zhvillim të vranësirave duke sjellë rreshje ku më së shumti do të jenë rreshje shiu për shkak të rritjes së temperaturave. Megjithatë, në majat e maleve rreshjet do të jenë në formën e duborës. Sinoptikanët parashikojnë se temperaturat do të pësojnë rritje me disa gradë, pasi rryma ajrore e ftohtë që kishte prekur Ballkanin po largohet. Masa e ftohtë po largohet drejt vendeve lindore dhe duke na sjell një masë ajrore disi më të ngrohtë me origjinë perëndimore, gjë e cila do të sjellë menjëherë rritje të temperaturave duke bërë që shtuna të ketë rritje me të paktën 2-3 gradë në orët e para të mëngjesit dhe një tjetër rritje në mesditë. Dita e diel do të ndryshojë totalisht tablon e motit. Mbetemi me temperatura mjaft të larta, minimalet ngjiten në 5 apo 6 gradë në zonat malore, maksimalet deri në 23-24 gradë. Problematik do të jetë edhe parametri i erës. Gjatë natës kemi një shtim të intensitetit të erës, do të jetë një erë ngrohtë me origjinë nga jugu, megjithatë do jetë mjaft e fortë duke sjellë edhe, le të themi, probleme në trafikun detar, sidomos të shtunën në mbrëmje të dielën, ku shpejtësia e erës do të jetë edhe 65 km/h duke sjellë një deps të trazuar. Edhe fillimi i javës tjetër do të mbizotrohet nga vranësirat dhe rreshtet e shiut do të jenë prezent pothuajse në të gjithë vendin.